Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi. Gjykata ka liruar Arber Paplekajn, që ishte dënuar për vrasjen e Pierin Xhuvanit në Elbasan 4 ditë para zgjedhjeve të vitit 2021. Bodyguardi personal i Gazmend Bardhit në atë kohë pas dënimit me 22 vite burg nga shkalla e parë, kërkoi rihapjen e procesit ku dënua përfundimisht me 7 vjet heqje lirie. Nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vrarë Pierin Xhuvani dhe u plagosën 4 vet, mes tyre edhe një police. Gjykata e Durrësit ka liruar nga qelia Arber Paplekajn. Vrasësin e Pierin Xhuvanit, ngjarja kjo ndodhur 4 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021 në qytetin e Elbasanit. Lirimi i Arber Paplekajt erdhi teksa i ka vuajtur më shumë se gjysmën e dënimit dhe mbrojtja e tij pati kërkuar përfitimin e lirimit me kusht, gjë e cila u pranua nga gjykata e Durrësit. Ndërkohë, me 11 nëntor Paplekaj pati përfituar edhe 90 ditë ulje dënimi nga kjo gjykatë. Në korrik të vitit 2024, gjykata e apelit e jurisdiksionit të përgjithshëm i uli dënimin Arber Paplekajt i akuzuar për vrasjen e mjekut psikiatër Pierin Xhuvani dhe plagosjen e oficeres së policisë Xhensila Sota në 21 prill të vitit 2021. Nga 22 vjet burg që e kishte dënuar gjykata e Elbasanit për veprën penale vrasjen e rrethana të tjera cilësuese, apeli ndryshoi kualifikimin e akuzës ndaj Paplekajt në vrasje e kryer në gjendje të tronditjes të fortë psikike dhe vendosi në përfundim dënimin e Paplekajt me 7 vjet heqje lirie. Vendimin e apel u dha nga trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Marcela Pepi, Edlira Petri dhe Fatri Islamaj. Gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, Partia Demokratike ngriti strukturën për mbrojtjen e votës, ku Gazmend Bardhi në Elbasan kishte me vete ku do të armatosur Arber Paplekajn. Pas mesditës së 21 prillit 2021, grupi mbështetësve të opozitës që vepronte i armatosur në Elbasan, i përbërë pothuajse tërësisht nga persona me eksperiencë ushtarake, bllokoi një automjet pa targa. Pas grumbullimit dhe të policisë së shtetit në vendngjarje, bërriti edhe i ndjeri Pierin Xhuvani. Pas fillimit të shtënave nga plumbat e Arber Paplekajt, mbeti i vrarë Pierin Xhuvani dhe u plagos Xhensila Sota. Ilir Meta dëshmoi sot vullnetarisht në SPAK për ngjarjet para dhe pas 21 janarit 2011. Ish-presidenti ka deklaruar se shërbimet e huaja amerikane ishin në dieni të dhunës planifikuar nga organizatorët. Meta në atë kohë zëvendës kryeministër ishte dhe arsyeja protestës popullore pas përgjimit publikuar nga Dritan Prifti dhe rrushfeteve të kërkuara nga shefi i tij politik. Me kërkesën e tij, ish-presidenti Ilir Meta është marrë në pyetje si person në dieni nga SPAK për dosjen e 21 janarit, ku mbante postin e zëvendës kryeministrit. Meta dëshmoi për rreth 2 orë gjysmë ku mësohet të ketë thënë se amerikanët dhe shërbimet inteligjente ishin në dieni të skenarit të dhunshëm të organizuar nga Edi Rama për të patur viktima. Lidhur me prova që ai disponon, ish-presidenti orientoi organin hetues të kryer kontrolle dhe të sekuestrojë materiale që ndodhen pranë institucioneve përkatëse dhe që konsiderohen të klasifikuara. Gjatë dëshmisë për protestën e 20 janarit e ka konsideruar një puç të organizuar i mirëmenduar me videon për cilën gjykata e lartë doli me një vendimarrje, duke referuar kështu publikimit të videos me zëvendës kryeministrit asaj kohe Ilir Meta dhe Dritan Priftit. Në filmim dëshmoi pazari me zëvendës kryeministrit Ilir Meta dhe Dritan Priftit në ato kohë ministër për 700.000 euro në kombim të koncesioneve dhe licencave për një hidrocentral. Meta gjatë dëshmisë së tij ka thënë se duhet të hetohen edhe organizatorët e kësaj ngjarje pasi ishin me qëllim rrëzimin e pushtetit, jo vetëm ekzekutiv, por edhe prishjes së rendit kushtetues dhe se ishte e qartë mënyra e goditjes së institucioneve shtetërore. Hetimet për dosjen e 20 janarit nisën nga SPAK korrikun e vitit të kaluar, pas regjistrimit për veprat penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorim detyre dhe pengim të drejtësisë. Dosja është nën hetim dhe janë pyetur disa nga figurat më të rëndësishme të kohës të përfshirë në ngjarje si ish-ministri i Brendshëm Lulzim Basha e më pas ish-kryeministri Sali Berisha. Pak ditë më parë SPAK mori në pyetje edhe ish-presidentin Bamir Topi. Nga protesta e 20 janarit të vitit 2011, mbetën të vrarë 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit: Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj, si dhe u plagosën qindra protestues të tjerë. Gjykata e apelit lënë fuqi thuajse të gjithë masat shtrënguese për të hetuarit e dosjes së Akshit dhe Ministrisë së Infrastrukturës. Belinda Balluku qëndron në detyrë në pritje të vendimit kushtetueses, por nuk i jepet e drejta e pasaportës. Ironikisht, nën drejtorit policisë që dinte rëmbimet e biznesmenit Meçe i lihet e drejta të udhtojë jashtë vendit, megjithëse është i pezulluar. SPAK rregullon ballancën gjinore përballë Ballukut, shton një prokurore femër për krah, Dritan Premçit. Pas 6 orësh seancë, GKK ka lënë në fuqi masat për drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj dhe personat e tjerë të përfshirë, të cilët SPAK i akuzon për vepra penale të kryera si grupi i strukturuar kriminal.
ndërsa është lehtësuar vetëm masa për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës, Erion Ismaili, ndaj të cilit mbetet në fuqi masa e pezullimit nga detyra, ndërsa i është hequr masa e ndalimit për daljen jashtë shtetit. Ai akuzohet nga SPAK për konkurrencë të palishme nëpërmjet dhunës dhe grupi strukturuar kriminal. Masa sigurie u kërkua nga SPAK për 8 persona, 2 ende të pa ekzekutuara, pasi gjatë kontrolleve nga BKH dhe policia, 2 biznesmenët Ermal Beqiraj dhe Ergys Agasi nuk u gjetën. Këta të fundit kanë një pozitë penale më të rënduar pasi sipas provave të SPAK, 2 biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj dyshohet se kanë marrë peng përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tender që të heqin dorë nga ankimet për procedurat e tenderimit, duke japur rrugën kompanive të paracaktuara, për të cilat shqyrtimi i ankimimit mund të sillte edhe ndryshimin e renditjes së listës së fituesve. Biznesmenët ankohen për konkurrencë të palishme përmes dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë në tender, pastrim parash dhe grupi strukturuar kriminal. Sipas organit të akuzës, drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, së bashku me personat e tjerë të përfshirë, kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal, ndërsa kanë paracaktuar fituesit e tenderave që dilnin nga ky institucion. Lidhur me dosjen, SPAK ka hetuar 12 procedura tenderimi dhe kanë marrë në pyetje 25 zyrtar të Akshit, që janë kryesisht antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe antar të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Belinda Balluku do të vazhdojë të jetë në detyrë. Gjykata e Apelit pezulloi shqyrtimin për heqjen e masës së sigurisë pezullim nga detyra të vendosur nga gjykata e posaçme, derisa për këtë çështje të shprehet gjykata kushtetuese. Kushtetuesja pak ditë më parë e riktheu në detyrë numrin 2 të qeverisë, pasi hoqi pezullimin e vendosur nga gjykata e posaçme deri në shqyrtimin e themel të çështjes, procesi i cili nis në 22 janar. Apeli posaçëm la në fuqi masën e vendosur nga shkalla e parë për ndalim të daljes jashtë vendit, ndërsa mësohet se për krah Dritan Premçit, në të njëjtën çështje, është shtuar edhe një prokurore femër. Nëse çështja do të diskutohet në komisione, ajo me sa duke do të rregullojë balancën gjinore të prokurorëve meshkujt të SPAK, të cilët janë vënë në rresht përballë grave të qeverisë. Ndërsa në Tiranë, SPAK i ka hapur luftë qeverisë së tij, kryeministri Edi Rama vizitoi Hashim Thaçin në burgun e Hagës. Rrugës për atje, ai uroi që vitin e ardhshëm gjykata e Hagës të jap vendimin e pafajësisë për Hashim Thaçin dhe për 3 ish-krerët e UÇK-s. Pas takimit me Thaçin, Rama i quajti burgosin e tij në dhomat speciale pa drejtësi ulëritse në zemër të Europës Demokratike. Nga Brukseli, ku edhe njerë u theksua se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian, kryeministri Rama vizitoi paraburgimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, atje ku qëndron prej 5 vitesh ish-presidenti Hashim Thaçi. Rama shkrua në rrjetet e tij sociale pas vizitës se i gjeti komandantin në formë të qetet buzëqeshur, si çdo i pafajshëm me karakter të hekurt. Për Ramën, ajo që po ndodh në Hag është një padrejtësi ulëritse në zemrat e Europës, ndërsa uron që vitin e ardhshëm ky teatër absurd të përfundojë. Tani që ka mbaruar ekspozeja e pseudoprovave të akuzës dhe që ka mbaruar edhe parada e dëshmitarëve qesharak të sjell në sallën e drejtësisë ndërkombëtare nga akuza, si dhe kanë mbaruar edhe dëshmitë tejet serioze të dëshmitarëve të mbrojtjes, pritet vendimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd. Kryeministri i Shqipërisë beson se në fund e drejta do të fitojë në këtë proces të ngritur mbi gjakun e një populli që luftoi për liri. Kjo është vërteta dhe këtë të vërtet nuk e tund dot as kush e lëre më pastaj një çekiç i absurd i një drejtësie ndërkombëtare që në këtë rast ka lënë kokrën e namit kur i themi ne shqip fare. Ai u ndal edhe tek synimi i qartë i vendit për të mbyllur kapitujt me Brukselin deri në 2027. Kam theksuar se hapja e gjithë kapitujve është për ne inkurajim. Kam ripërsëritur domosdoshmërinë që Komisioni dhe Bashkimi Evropian të qëndrojë marrëveshjes
për të mbyllur negociatat brenda 2027-s. Shqipëria është në pararoj në këtë proces së bashku me Malin e Zi, ndërsa një lajm i mirë erdhi për Kosovën, së cilës, sipas konfirmimit presidentes Osmani, do të hiqen të gjitha masat sankcionuese në janar të vitit të ardhshëm. Shumica ka sfiduar zhurmën e deputetëve të Partisë Demokratike në kuvend duke votuar të gjitha projekt ligjet në rendin e ditës. Belind Këlliçi ndezi flak, ndërsa tërbohen Noka dhe Balliu në momentin e betimit të Endri Shabanit si avokati i ri i popullit. Pas votimit, Shabani i falenderoi demokratët e dhunshëm me një puthje në distancë të afërt. Kaos, dhunë dhe punë. Kjo ishte panorama këtë të njëjtë në kuvend, i cili u mblodh për herë të fundit për këtë vit. Pa nisur ende punimet, demokratët zaptuan sallën duke bllokuar karriket e ministrave. Kjo detyroi Niko Peleshin të nisë seancën me vonesë, kryeparlamentari nuk i shpëtoi sulmeve të opozitës, të cilët hodhen shishe me ujë në drejtim të tij dhe kabinetit qeveritar. Mes zhurmës dhe kaosit, Endri Shabani hyri në parlament, jo si deputet, por për t'u betuar si avokat populli dhe për t'i dhënë lam të mirën politikës. Për ata që e mbështetën me firma, si gest të fundit, ai la një puthje. Betohen! Suksese dhe fundimar. Fillojmë me çështje sipas rendit tipit. Kaq mjaftoi, demokratët përshkallëzuan aksionin duke ndezur flakadan dhe u konfrontuar fizikisht me Gardën e Republikës. Si në jo pak raste, sërish protagonistët të njëjtët, Këlliçi, Noka dhe Balliu, këta dy të fundit, Peleshi i përjashtoi nga seanca. Sali Berisha provokonte socialistët, por ata e pyetën se si do e bëj me Salianin. Egzofshi! Atë egzofshi atë. Atë me dy duar kjo ja punë. Bashkë me të shoqet bilës. As zhurma dhe as dhuna nuk e pengoj shumicën. Socialistët diuan punën sipas agjendës duke miratuar 8 projektligjet në rendin e ditës dhe zgjedhur Lanton Asadon, drejtore të Institutit të Statistikave, ndërsa përpjekja e opozitës për ta skenari përsëritur. Plot 8 vite më parë, në të njëjtën datë, 18 dhjetor 2017, e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë. Atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Marta Marku. Sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bënte betimin avokati i popullit Endri Shabani, një kandidat për avokat populli i propozuar ekskluzivisht me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, me styre udhëheqës të lartë të asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike. E njëjta situatë sot pas 8 vjetësh, ripërsëritur. Pas dhunës në kuvend, Partia Socialiste kërkon marrjen e masave disiplinore për 29 deputet Partisë Demokratike. Shumica kërkon përjashtimin me 60 ditë nga seancat plenare për 7 deputet me në krye Flamur Nokën, Belind Këlliçin dhe Klevis Balliun. Për Sali Berishën, Gazmet Bardhin dhe Elda Hotin kërkohet 30 ditë përjashtim, ndërsa për 19 të tjerë PS kërkon të qëndrojnë për 10 ditë jashtë kuvendit. Shumica argumenton se deputetët e opozitës krijuan incidente të rënda deri në hedhjet flakadanëve dhe sente të tjera në sallë, të cilat vështirësuan zhvillimin normal të seancës këtë të njëjtë. Po ashtu demokratët zaptuan karriget e ministrave, prishën mikrofonat, ofenduan dhe dhunuan punonësit e Gardës. Fiona Papajorgji do të jetë kryetaria e gjykatës kushtetuese për 3 vitet e ardhshme. Ajo u zgjodh në këtë post me votat e të gjithë trupës antarëve të kushtetueses, duke qenë kandidatja e vetme. Papajorgji pason në këtë detyrë Holta Zaçajn, me të cilën ngaroi për kryetare 3 vite më parë. Shansi dytë dhe i fundit doli me sukses për Fiona Papajorgji, gjyqtare e gjykatës kushtetuese që prej kësaj të njëjte është dhe kryetare. Papajorgji garoi për herë të dytë për këtë postë dhe këtë herë mori të gjitha votat e kolegëve të saj, duke e bërë pasuese e Holta Zaçaj, që u largua nga kjo gjykatë në fund të nëntorit.
Papa Jorgji është betuar si gjyqtare në nëntor të 2019 dhe do të dalë prej kushtetueses në 2020, kur i përfundon mandati. Ajo ishte vetmja kandidate për këtë post në një kohë që në gjykatën kushtetuese janë disa çështje sensitive për të shqyrtuar. Si kryetare është kompetencë e saj përgatitja, thirrja dhe drejtimi i seancave plenare. Ajo është dhe kryesuese e çdo mbledhjeje të kolegjeve që shqyrton fazën fillestare të pative ku bën pjesë dhe vetë, përfaqëson dhe gjykatën tek palët e treta. Si kryetare, gjyqtarja Papa Jorgji do të drejtojë seancën e 22 janarit kur do të shqyrtohet çështja Balluku, dhe kjo gjykatë duhet të marrë një vendim nëse drejtësia mori kompetencat e ekzekutivit kur vendosi të pezullojë zëvendës kryeministrin nga postet e saj. Kushtetuesja do të shqyrtojë dhe disa paditë të tjera që lidhen me SPAK, nisur me ish-ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqaj, që kërkon rrëzimin e masës së arrestit në Burg, seancë që do të mbahet më 23 dhjetor. Të njëjtën kërkesë ka bërë dhe kryebashkiaku Erion Veliaj, e po ashtu kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, që prej më shumë se një viti qëndron në qelinë e 313-ës. Mazhoranca në Këshillin Bashkiak të Tiranës miratoi buxhetin për vitin e ardhshëm, opozita paralajmëroi votën kundër që para votimit të tij, ndërsa propozoi 29 amendamente të cilat nuk u futën në votim. Buxheti i ri i Tiranës është rreth 39 miliard lekë dhe sipas kryetares në detyrë Anuel Aristani është 5.2% më i lartë se buxheti i këtij viti. Ai do të ketë në fokus investime në rrugët rurale, pastrimin e qytetit dhe transportin. Në kuadër të projektit të rindërtimit parashikohet sistemimi 230 familjeve të tjera në apartamente në lagjen 5 Maj dhe në zonën e ish kombinatit. Rreth 15 milion lekë parashikohet të shkojnë për kredite buta. Ky buxhet do të mbështesë pensionistët dhe studentët me abone falas. Gjithashtu, ai do të stimulojë me bursa edhe nxënësit ekselent. Ky edicion informativ përfundon këtu, por për çdo lajm të fundit ju ftoj të vizitoni abcnews.al si të na ndiqni në radio ABC 105 FM. Në orën 20 vjen Real Story me Sokol Ballën, bashkë më takofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.